Talazioni ose ndryshe byci është inflamacion në qepalla. Ai nuk është një infekcion bakterial, por është vetëm një inflamacion kronik. Në qepallat tona ne kemi shumë gjëndra të vogla të cilat prodhojnë yndyrë që ndihmojnë në lubrifikimin e syrit. Nëse një nga këto gjëndra bllokohet, atëherë formohet një ëndje e vogël në formën e një gunge e cila shkakton lotim dhe ndjesinë e një trupi të huaj në sy. Trajtimi bëhet me kompresa të ngrohta 3 deri në 4 herë në ditë për rreth 5 deri në 15 minuta. Trajtimet e kalazionit janë të tilla si trajtime në kushte shtëpie me kompresa të ngrohta 3 deri në 4 herë në ditë, trajtime me antiinflamator dhe kortizonik vetëm me recetën e mjekut specialist, si dhe trajtimi kirurgjikal.